Shkojmë te komuna e tretë, Gjakova. Është bërë shumë zhurmë se çfarë do të ndodhë në Gjakovë. Vjojmë shikues të nderuar në argumentit reality në paraqitjen e Gjakovës. Ardian Gjini, 58.3%. Ardian Gola, 41.7%. Shikues të nderuar, kjo ishte edhe komuna e fundit për çka televizioni Duka Gjini ka kryer matje, duke e kryer këtë matje nga UBO Consulting. Pra, televizioni Duka Gjini nuk kryen matje, porosit kompaninë më prestigjioze të matjeve në Republikën e Kosovës, që është UBO Consulting, e cila i qaset në mënyrë profesionale dhe e cila në orën 18:52 i dërgon për të precizuar grafikisht gjithçka. Pra, nuk kemi mundësi të prekjes numrave në as edhe 1 sekond të vetëm. Valen. Po, ndoshta kthehemi tek disa rezultate që le të themi na ndihmojnë për me kuptu më saktë se çfarë ka ndodhur, edhe si kanë ardhur deri tek këto rezultate për zotin Përparim Rama dhe për zotin Hajrullah Qeku. E kemi një analizë cilën e kemi realizuar se si qëndrojnë mbështetja e zotit Hajrullah Qeku dhe Përparim Rama sipas Gjinis. Okej. Pra, po e shihni tek gratë, diferenca është tepër e ngushtë. Pra, 29.5% e grave kanë votuar gratë, e kanë votuar Hajrullah Qekun dhe 50.5% Përparim Ramën. Diferenca është bërë e madhe për shkak të votës të burrave për zotin Përparim Rama, 57.4 me 42.6. Tash, i përmendëm më herët grup moshat, dhe shumë e rëndësishme me pa që zoti Qeku është përpara në 2 grup mosha. Në grup moshën 18-21 dhe në grup moshën 65+. Pra, në grup moshën 18-21 është 50.7, ndërsa në 65 është 53.4. Por aty ku është diferenca shumë e madhe, ndërmjet, domethënë fitoria është te grup mosha 35-49, ku zoti Përparim Rama ka 58.5 dhe 56.1 te grup mosha 50-64. E thamë edhe më herët, trupi votues më i madh dhe ai që del në zgjedhje është pikërisht kjo pjesa këtu. Pra nga, le të themi, nga 40 deri tek 64. Sipas vendbanimit, po e shihni zotin Hajrullah Qeku ka votuar 45.3%, Urbani, qyteti, për dallim prej 54.7. Që Përparim Ramën e ka votu ma shumë trupa elektorale urbane, 54.7, sepse ekziston një mit që Lidhja Demokratike e Kosovës është më mirë e shpërndame në fshatra? Po, por mos harro se në raundin e parë ka pasur disa kandidatë tjerë, edhe vota e tyre ka rshit goxha shumë tek zoti Rama. E shohim në slajdin e radhës, ai është një rezultat interesant. Ndërsa në zonën rurale, zoti Hajrullah Qeku ka fituar 54.8, përderisa zoti Përparim Rama 45.2. Tash, në të gjitha këto krostabulimet që realizohen, margjina e gabimit nuk është 2 pikë përqindjes pastaj, për shkak se mostra zvogëlohet dhe rrjedhimisht margjina e gabimit rritet.